Mirëqenia fillon me gjëra të vogla. Një mëngjes i qetë, një ecje në natyrë, një mendim i mirë për veten. Këto momente të thjeshta janë pasuritë më të mëdha që njeriu mund të ketë. Kur I jep trupit tënd pushim dhe shpirtit tënd falje, çdo ditë bëhet më e lehtë, më e bukur dhe më e mbushur me dritë.